Reis Qiqo është nga gazetarët dhe prezantuesit më të njohur të edicioneve informative në TV Klan, ku ka qenë fytyra e njohur e lajmeve për shumë vite. Ai është identifikuar nga publiku si spikë e edicioneve të lajmeve, duke sjellë informacionet e ditës në ekran me qetësi dhe profesionalizëm, gjë që e ka bërë të fitojë besimin e audiencës të gjerë në Shqipëri edhe më gjerë. Karriera e tij e gazetarit është e gjatë dhe ka kaluar vite duke punuar në media të ndryshme, para se të qëndrojë si një emër profilit të lartë në TV Klan. Përveç profesionalizmit të gazetarit, Qiqo është faqur edhe në episode të ndryshme televizive jashtë newsroomit, ku ka ndarë momente nga jeta personale, përfshirë lidhje të veçantë me nipin e tij, i cili shpesh njihet si shoku i tij i ngushtë. Por, ndonse shumë i ndrojtur nga jeta e tij personale, një nga misteret që vret më shumë audiencën është kush është bashkëshortja e tij dhe pse nuk ka dalë kurrë në televizion. Po flasim për Teuda Bachkën, mjekja reumatologe, njëkohësisht për 17 vitesh edhe pedagoge në Fakultetin e Mjekësisë. Me një karrierë të ndritur profesionale, një seri specializimesh të kryer shtetit dhe me një mori pacientesh që rendin pas bluzës së bardhë me inicialet TB. Një emër sa publik në fushën e mjekësisë, aq i respektuar nga pacientët që kanë kaluar ndër duart e 52 vjeçares. E duke qenë mjaftueshëm realizuar në profesion e saj, asnjëherë nuk i është dashur të ndihet inferiore kaqë popularitetit të shoqit. Ajo shpreh se unë rridh nga një familje intelektualesh, kam pranuar të ecë në shembullin e prindërve të mi. Gjithmonë kam qenë një nxënëse dhe studente e shkëlqyer, sepse kam pasur qëllimin në vetvete të jem e realizuar. Kam punuar dhe vazhdoj të punoj për të qenë lartësinë e duhur, sigurisht edhe për krah bashkëshortit tim, që është një figurë publike. Si mjekë reumatologe jam shumë e njohur e për këtë kam zgjedhur të mbaj emrin tim të vajzërisë Bachka. Madje kur më therrasin në emrin tim shoqi, nuk ambientojmë kollaj, se të gjithë jetën kam mbajtur emrin tim dhe ndjem krenar për të, pohon Teuta. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.